Përshëndetje shikuesve të Shoqë Gjirokastër, do të jemi bashkë në zoditar informativ lajme shkruan ndër të tjera do ju ftoja të ndiqnit. Në prag të festave të fundvitit, pika kufitare e KKV-s po përballet me fluks të shtuar lëvizjesh. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar mbi 9.000 shtetas dhe 3.000 automjete. Dhuna në familje mbetet një nga problematikat më shqetësuese shoqërore në Bashkinë e Këlqyrës. Gjatë vitit 2025 vjet re një rritje e ndërgjegjësimit të viktimave për të kërkuar ndihmë dhe për të denoncuar rastet e dhunës. Në një atmosferë të ngrohtë po i presin festat edhe banorët e shtëpisë vendi i jetës dhe shpresës në Gjirokastër, kjo periudhë shoqëruar me aktivitete të ndryshme. Në Gjirokastër festat e fundvitit po shndrohen me rikthimin dhe rrjedhimin e vlerave të traditës, punimet artizanale në dru, suvenirët karakteristik dhe kartolinat festive po zbukurojnë atmosferën në qytetin e Gurtë. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Në prag të festave të fundvitit, pika kufitare e KKV-s po përballet me fluks të shtuar lëvizjesh. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar mbi 9.000 shtetas dhe rreth 3.000 mjete me fluks më të lartë në hyrje, ndërsa emigrantët kthehen për të festuar në AD. Autoritetet kufitare janë në gatishmëri për një kalim të rregullt dhe të sigurt. Në pikën kufitare të KKV-s, një nga pikat kryesore të kalimit mes Shqipërisë dhe Greqisë, vijojnë lëvizjet për festat e fundvitit, ndërsa strukturat përgjegjëse janë në funksion për garantimin e mbarvajtjes së shërbimit. Autoritetet kufitare po kryejnë kontrollet sipas rregullave në fuqi, ndërsa udhëtarët janë të orientuar për të respektuar dokumentacionin e nevojshëm dhe procedurat përkatëse gjatë kalimit. Në këtë periudhë festash të fundvitit në stacionin kufitar të KKV-s vazhdon të regjistrohet fluks lëvizjeje në të dy anët e kufirit me Greqinë. Sipas policisë kufitare në Gjirokastër, përgjatë 24 orëve të fundit, nëpërmjet kësaj dogane, udhëtuan në drejtim të shtetit grek dhe Anasiltas 9.362 shtetas dhe 3.058 automjete. Fluksi më i lartë është regjistruar në hyrje të tokës shqiptare, ndërsa bashkat dhe tarët tanë kthehen për të festuar në vend të lindje. Po, në Kretë. Unë kam 18 vite. Jo, vetëm këtë vit, kemi ardhur dhe vitet tjera. Pothuajse vim çdo vit. 10 ditë, 15 ditë, shohim. Më mirë është të vendi jon, pse mos të vinë të vendi jon. Do mblidhem me vëllezërit, motrat bashkë, gjithë. Vim për çdo vjet na vim. Ke baba, ke nana, ke motra, ke vllai, ke daja, ke nipshi. Kjo na treg në marrë nesër. Ishim në Greqi, erdhëm në Shqipëri, kaluam pak në Shqipëri, pak në Greqi. Por në Greqi jetoj 15 vjet, po tash jetoj në Londër. Pothuajse 3-4 vjet. Aktualisht, policia kufitare në KKV ka marrë masat për evitimin e radhëve të pritjes në sportelet e dokumentave. Gjithashtu është rritur prania e efektivave blu për garantimin e sigurisë publike në mjediset e kësaj dogane dhe goditjen e ngjarjeve kriminale në vijën kufitare me shtetin grek. Shtimi pranisë së policisë rrugore konstatohet edhe në rrugën kombëtare Gjirokastër KKV me synim parandalimin e aksidenteve rrugore. Flasim për mbrojtje në vend ku Shqipëria tashmë është pajisur zyrtarisht me sistemin raketor kundra tank Javelin përmes bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu tha se ky sistem modern rrit ndjeshëm aftësitë mbrojtëse ndër veprueshme me NATO-n dhe sigurinë kombëtare. Shqipëria është pajisur zyrtarisht me sistemin raketor kundër tank Javelin, një nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes që përdoret nga vendet anëtare të NATO-s. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu bëri të ditur se ardhja e këtij sistemi është rezultati i bashkëpunimit të ngushtë me aleatin strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë një vizite në një nga bazat e forcave të armatosura, ku bë pritja e dërgesës së parë të këtyre sistemeve. Ministri Vengu shpreh se ardhja e sistemeve antitank Javelin përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e aftësive mbrojtëse të forcave të armatosura shqiptare, duke rritur parandalimin ndër veprëshmërinë me NATO-n dhe sigurinë kombëtare. Siç kemi bërë publike dhe më herët, në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara kemi një dërgesë të parë të njësive të lëshimit Javelin dhe të raketave përkatëse. Dhe këto shkojnë në mënyrë drejt për drejt në rritjet kapaciteteve të luftimit. Dhe pastaj është faza e dytë, ajo që vjen gjatë vitit 2026 praktikisht presim dërgesën e dytë në mënyrë që të mund të certifikojnë totalitetin e batalionit. Ajo që vlen të theksohet është që edhe këto pajime dhe sisteme vinë të përforcojnë edhe misionin e trupave tona në qoftë në
në misionet NATO-s, qoftë edhe në misionet të Bashkimit Evropian, apo si quhet në zonën e përbashkët të interesit. Ky ka një dobishmëri të dyfishtë. Javelin është një sistem raketor kundër tank i gjeneratës së fundit i prodhuar nga SBA. Sistemi është shumë efektiv kundër mjeteve të blinduara dhe përdoret gjerësisht nga ushtritë e NATO-s, si dhe në operacione reale luftarake. Shqipëria e ka porositur sistemin Javelin në kuadër të programeve të bashkëpunimit ushtarak me Shtetet e Bashkuara përmes mekanizmave të shitjeve ushtarake të huaja. Ky investim është pjesë e strategjisë afatgjat të modernizimit të forcave të armatosura, arritjes së parandalimit dhe për afrimit të plot me kapacitetet dhe doktrinën e NATO-s. Flasim për shëndetësinë ku në Spitalin Memorial të Fierit po realizohen me sukses ndërhyrje kirurgjikale përmes procedurave bashkëkohore për trajtimin e urgjencave neurovaskulare. Gjatë vitit 2025 janë kryer mbi 250 ndërhyrje të suksesshme fal teknologjisë avancuar dhe ndërhyrjes së menjëhershme të ekipit mjekësor. Në Spitalin Rajonal Memorial të Fierit vazhdojnë të realizohen me sukses procedura nga më të avancuarat sa i përket sëmundjeve vaskulare të trurit. Prej më shumë se 3 vitesh, në këtë spital është ngritur një nga shërbimet më moderne për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve vaskulare të trurit. Gjatë vitit 2025 janë kryer mbi 250 procedura me rezultate të suksesshme fal teknologjisë së përparuar dhe aparaturave të imazherisë së gjeneratës së fundit, ku ekipi mjekësor arrin të diagnostikojë në kohë, duke realizuar ndërhyrjen e menjëhershme dhe jetëshpëtuese. DSA-ja cerebrale i lejon mjekët të shohin me saktësinë e gjakut të trurit dhe të identifikojnë aneurizmat, stenozat dhe çdo problem tjetër që mund të çojë në komplikacione serioze për jetën e pacientit. Në Spitalin Memorial, prej më shumë se 3 vitesh kemi ngritur një nga shërbimet më moderne për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve vaskulare të trurit. DSA-ja cerebrale në lejon të shohim me saktësi enët e gjakut të trurit dhe të identifikojmë aneurizmat, stenozat dhe çdo problem tjetër që mund të çojë në komplikacione serioze për jetën e pacientit. Prej një viti në Spitalin Memorial realizohet procedura e trombektomisë mekanike, e cila është trajtimi më efektiv i goditjeve ishemike në tru. Me anë të kateterëve arrim në enën e gjakut të bllokuar dhe realizojmë heqjen e gjakut të mpiksur, duke dhënë mundësinë pacientit të rekuperohet plotësisht. Kjo ndërhyrje është një ndërhyrje që shpëton jetë dhe u ndjeshëm pasojat e invaliditetit. Forca jonë është ekipi multidisiplinar i cili përbëhet nga mjeku neurokirurg hibrid, mjekët neurolog intervencionos dhe teknikët tanë të cilët janë të specializuara për përdorimin e angiografit. Të gjithë si ekip punojmë çdo ditë 24/7 për të mirën e pacientëve tanë, për të dhënë atyre një shërbim të shpejtë, të sigurt, efikas, duke u bazuar në protokollet e fundit të strokut dhe në nivelet të larta europiane. Ndërkohë, prej një viti në këtë spital realizohet procedura e trombektomisë mekanike, e cila është trajtimi më efektiv i goditjeve ishemike në tru. Me anë të katetereve arrihet ena e gjakut e bllokuar dhe realizohet heqja e gjakut të mpiksur, duke i dhënë pacientit mundësinë e një rikuperimi të plot. Mjekët shpjegojnë se kjo është një ndërhyrje që shpëton jetë dhe ulëndjeshëm pasojat e invaliditetit. Prokuroria e Gjirokastrës ka konfiskuar 3 milion euro pasurinë në pronësi të shtetasit me iniciale DA, të cilat nuk justifikoheshin nga burime të lishme. Konkretisht, me kërkesë të prokurorisë u konfiskuan karburant, biznes të troje, banesa e magazina. Kërkesa për konfiskim erdhi në kuadër të hetimit pasuror të vitit të 2019 dhe u konfiskuan 6 pasuri të llojit truall, 3 pasuri të llojit magazin, një ar, një banes, një karburant, një pasuri e llojit ndërtesë zyrave 2 kaçe, një lokal, një pasuri e llojit vendëroje, një pasuri e llojit nyje betoni dhe një pasuri e llojit vendafrimi materialeve të ngurta. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër shpreh angazhimin e plot për vijimin e hetimeve të grup veprave që lidhen me pasurimin e palishëm nëpërmjet marrjes së masave për sekuestrimin dhe konfiskimin e tyre. Do të qëndrojmë përsëri tek bloku nga Rendi, ku policia e Gjirokastrës ka finalizuar me sukses operacionin antidrog të goduar shkalla e zez, duke goditur një tentativ për trafikim të lëndëve narkotike drejt Greqisë. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 51 kg kanabis sativa, të ndara në 48 pako të fshehura në një hapësirë të improvizuar në shasinë e një automjeti tip Nissan. Në flagrancë u arrestua shtetasi NP, 30 vjeç, banues në fshatin Rusan Delvin, si dhe u shpallën
shkollën në kërkim shtetasit. EP 38 vjeç, banues në fshatin Rusaj Delvin, DC 41 vjeç, banues në Saran dhe SHA 30 vjeç, banues në Tepelen. Lënda narkotike, automjeti dhe celularët u sekuestruan si provë materiale, ndërsa hetimet vijojnë për kapjen e personave në kërkim dhe dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale. Ndrojmë natyrën e informacioneve tona dhe shkojmë në kultur, ku dhuna në familje në këtë qytet mbetet një nga problematikat më shqetësuese shoqërore. Vetëm gjatë vitit 2025 në këtë bashki vjet re një ndërgjegjësim i viktimave për të kërkuar ndihmë dhe për të denoncuar rastet e dhunës pranë institucioneve përgjegjëse. Dhuna në familje është një fenomen kompleks që prek jo vetëm familjen, por edhe mbar komunitetin. Në Bashkinë Këlcyr gjatë vitit 2025 është vërejtur një rritje ndërgjegjësimit të viktimave për të kërkuar ndihmë pranë institucioneve përgjegjëse. Duke bërë një krahasim me vitet e shkuara, mund të themi që rastet e dhunës ose raportimet kanë ardhur duke u shtuar. Kjo mendoj që është një shenjë e mirë, një shenjë ndërgjegjësimi që njerëzit kanë mundur ta bëjnë në veten e tyre dhe në komunitetin ku jetojnë, pasi nuk kanë më frikë që ta denoncojnë rastin. Kanë mundur, si të thuash, të thyejnë atë tabun që deri më dje ekzistonte. Në qoftë se do të bëjmë një llogaritje në përqindje, mund të themi që rastet e raportuara të denoncuara në krahasim me vitet e shkuara janë arritur deri në 40%. Bajrami u drejton një apel viktimave të dhunës që të mos heshtin dhe të denoncojnë rastet e dhunës, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes institucionale dhe ligjore. Gjatë menaxhimit të rasteve, hasemi dhe me vështirësi dhe një ndër vështirësitë kryesore që qëndron dhe ende nuk është zhdukur është frika e viktimave për ta raportuar. Pavarësia ekonomike dhe mentaliteti. Pra, sot na jepet mundësia që të japim dhe një mesazh gjithë qytetarëve dhe rasteve të viktimave të dhunës. T'ju themi që dhuna në familje nuk është diçka private. Çdo rast i raportuar shpëton një jetë njeriu. Pra, çdo institucion është aty për të mbrojtur dhe jo për të gjykuar. Vitet e fundit, vihet re një ndërgjegjësim gjithnjë më i madh për të frenuar këtë fenomen, i cili shpeshherë degeneron dhe sjell pasoja të rënda, jo vetëm tek viktimat, por edhe për shoqërinë në tërësi. Dalemi tek atmosfera e festave të fund vitit, ku në shtëpinë e të moshuarve vendi jetës dhe shpresës në Gjirokastër, atmosfera e ngrohtë ka përçuar në këto ditë. Kjo periudhë shoqëruar edhe me aktivitete të ndryshme, ndërsa për ditë presin vizitorë që së bashku me urimet ndajnë me ta edhe dhuratat e përgatitura plot dashuri. Këto ditë dhjetori, shtëpia vendi jetës dhe i shpresës në Gjirokastër po pret vizitorë të ndryshëm. Janë të rinj të shkollave, nxënës të institucioneve, biznese që u gjenden pranë banorëve të saj me dhurata për t'u bërë festat më të bukura. Këta janë studentë të infermierisë, një pjesë të cilëve kanë kryer praktikën në këtë shtëpi. E rikthehen për të uruar festat të moshuarve, shoqëruar edhe nga pedagogët e tyre. Ne, si studentë dhe banorë të këtij qyteti, kemi dashur të japim njëri kujtesë për këta persona. Ne nuk mund të bëjmë dot gjëra të mëdha patjetër, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Që të gjithë jemi shumë të lumtur për këtë që ne sot kemi organizuar dhe kemi ardhur këtu t'ju themi që ju nuk jeni vetëm dhe ne jemi këtu për t'ju mbështetur jo vetëm me rastin e festave, por në çfarëdo lloj nevoje. Kemi bërë praktik në këtë shtëpi të moshuarve, kemi qenë shumë të lumtur këtu, të qenit në një shtëpi me shumë gjysher dhe gjyshe ka qenë ndoshta eksperienca më e bukur që do kemi, shpresojmë që të bëhemi pjesë e shërbimit të tyre. Ndoshta është vetëm një ditë që ne jemi këtu, por do shpresoja që në kujtesën e këtyre të moshuarve ne të ngelemi pak më gjatë. Do theksoja një gjë. Duam të paraqesim një mesazh për popullatën në përgjithësi kundrejt kësaj shtrese që është ndër shtresat më të marginalizuara. Nuk është e vështirë të dhurosh diçka, qoftë edhe simbolike, siç po bëjmë ne sot. Duhet që të jemi pranë tyre në mënyrë që ata të mos ndihen vetëm dhe t'i kalojnë këto festat fund vitit sa më gëzuar. Drejtoresha Doriana Demo thotë se jo vetëm në këtë periudhë festash, por dera e këtij institucioni është e hapur në çdo ditë të vitit për çdo, ndërkohë që mesazhin e çon tek të afërmit e këtyre banorëve.
Festa do me thënë familje, dhe ne si një familje gjithmonë festojmë dhe jemi përpjekur që çdo ditë të krijojmë një ambient festiv, një atmosferë të gëzueshme për të gjithë gjyshrit dhe gjyshet tona që i kemi banor në këtë rezidencë. Kjo atmosferë do vazhdoj, besoj deri në fund të vitit, sepse në të gjitha ditët neve kemi prenotimet, themi të orëve të lira për të cilat ata na kanë lajmëruar dhe do të marrin pjesë. Unë jam e kënaqur për më tepër që gjyshrit tanë të mos ngelen vetëm apo të ndjejnë mungesën e njerëzve të tyre të dashur. Dhe kjo është edhe një thirrje për të gjithë, jo banorët e Gjirokastrës, po edhe për banorët edhe familjarët e gjithë banorëve që ne kemi këtu. Hajdeni, shikojni, në çdo moment që të vini, dera është e hapur. Ne ju presim, ata ju presim, sepse në festa festohet. Vendi jetës e shpresës në Gjirokastër ka bërë bashkë 60 banor nga zona të ndryshme të vendit. Në pamundësi për ta përballuar jetesën të vetëm, ata ja kanë besuar jetën e tyre kësaj qendre rezidenciale që funksionon prej 5 dekadash në qytetin e Gurt. Festat e fundvitit në Gjirokastër po shoqërohen edhe me rikthimin dhe rjetëzimin e vlerave të traditës, punimet artizanale në dru, suveniret karakteristike dhe kartolinat festive po zbukurojnë atmosferën e qytetit të Gurt duke sjellë ngrohtësi dhe identitet kulturor. Në qytetin e Gjirokastrës, rjetëzimi vlerave të traditës po zbukuron atmosferën e festave të fundvitit. Suveniret dhe punimet karakteristike po zënë gjithmonë më shumë vend si element të veçantë për dekorin e festave. Si çdo vit, ne jemi këtu të përgatitur që të bëjmë disa produkte ndryshe nga ato që janë të përhershme, mund të themi të përvitshme, që janë prodhime industriale. Bëjmë disa produkte artizanale në dru, kryesisht për zbukurimin e pemës Krishtlindjeve dhe për zbukurimin në përgjithësi të ambienteve familjare, po dhe atyre zyrtare të institucioneve të ndryshme. Disa nga këto element janë ato që bën edhe në mënyrë industriale, por ne kemi vënë fantazinë tonë edhe në bazë të kërkesave të përvitshme nga vizitorët e huaj dhe vendas, mundohemi që të plotësojmë kërkesat dhe dëshirat e tyre. Urimi nëpërmjet kartolinave është një tjetër vlerë e traditës që tërheq interesimin e moshave të ndryshme. Qytetarët e Gjirokastrës dhe të gjithë Shqipërisë vazhdojnë të ruajnë traditën e vjetër të kartolinave, nëpërmjet të cilave urojnë njëri tjetrin në gëzuar vitin e ri dhe festat e fund vitit. Edhe unë si punonjësi pak i vjetër i postës shqiptare, kemi angazhim me këto kartolina dhe po ja u kalojmë njerëzve. Është një mesazh i bukur që njerëzit urojnë njëri tjetrin, qoftë për Krishtlindje, qoftë për fundvitin. Kjo ka qenë një traditë e vjetër, brez pas brezi, edhe në kohët e sotme vazhdon edhe do të jetë edhe në të kaluarën. Ne mundohemi të gjejmë të gjithë personat e t'ia japin, ata na falenderojnë nga zemra për urimin që i vjen. Viten nga jashtë vendit, edhe nga brenda vendit kemi. Festat e fundvitit kanë krijuar një atmosferë të veçantë në Gjirokastër, ndërkohë që në këtë periudhë qyteti i Gurt po tërheq edhe turistë. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësi dhe i gjithë Shqipërisë, Johani ka adresuar mesazhin e tij për të gjithë besimtarët ortodoks me rastin e festës së Krishtlindjeve. Për më shumë ndjekim urimin e tij. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Këto fjalë përmbledhin dhe shprehin kuptimin e festës së Krishtlindjes në mënyrën më të thellë dhe më të përsosur. Nëse do të përqendrohemi për të kuptuar rëndësinë e këtij misteri të madh, në të cilin biri dhe fjala e Atit u mishërua dhe u bë njeri, atëherë do të mund të marrim pjesë në festimin dhe gëzimin shpirtëror. E do të ndjejmë brenda nesh fuqinë transformuese të përjetimit të kësaj ngjarje. Mishërimi nuk është thjesht një mrekulli, apo një mister i denj për t'u admiruar. Është dhurata më e madhe që mund të jepet njerëzimit. Biri dhe fjala e Perëndis mishërohet dhe ulet pranë vuajtjes njerëzore, prek shtrëmbrimin e natyrës sonë për ta drejtuar, duke na zbuluar thellësinë e dëmshurisë dhe të përulësisë së thellë që lind nga dashuria e tij e pafund për të gjithë botën. Shën Athanasi i Madh
e shprehu këtë të vërtet rënditëse në mënyrë lakonike. Biri Perëndis u bë njeri që ne të bëhemi Perëndi. Dërsa vazhdojmë të përgatitemi për festimin e Krishtlindjes, na bën mirë të kujtojmë se kjo festë e madhe nuk ka të bëjë me lindjen e një mësuesi, profeti apo ligjvënësi. Perëndia i përjetshëm ndërhyn në histori dhe bëhet njeri, pa pushuar se qenuri Perëndi i plot, për të na sjellë në shenjtërinë e tij, për të na bërë pjesëmarrës të natyrës hyjnore, për të shëruar, ringritur dhe përmbushur njerëzishmërinë tonë të rënë dhe të deformuar. Nëpërmjet pranisë së energjisë së tij hyjnore, Krishti Perëndi njeriu aktivizon, fuqizon dhe gjallëron natyrën tonë njerëzore dhe na bashkon me Perëndin, gjë që asnjë mësues, profet apo ligjvënës nuk mund ta bënte dot kurrë. Krishtlindja na fton të marrim pjesë në thirrjen e engjëjve, për të lavdëruar edhe ne bashkë me ta. Lavdi Perëndis në më të lartat dhe mbyllen paqe dhe në njerëzit mirëdashje. Por lajmërimi i lindjes së Krishtit nuk u bën në të njëjtën mënyrë për të gjithë. Tek barit e përulur erdhi një angjëll, sepse zemra e tyre ishte përulur dhe e hapur. Dietarëve të lindjes, që kishin etje për kërkim, ju dha një yll dhe përsëri një ëngjëll për t'i udhëhequr, kurse sundimtarëve krenar dhe dinak, lajmi nuk u solli gëzim, por frikë, errësirë dhe refuzim, dhe deshën të vrasin foshnjën e përsalindur. Ngjarja ofroi të gjithëve, po jep fryt vetëm tek ata që kanë dëshirë për urësi dhe qëllim të mirë. Erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan, po të gjithë ata që e pranuan u dha pushtet të bëhen bijtë e Perëndis, shkruan Shën Johani. Për çdo njeri që kërkon paqen e brendshme, të vërtetën dhe plotësinë, festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rrezë shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Në një predikim të tij, Shën Jan Gojarti thotë: "Atëherë çfarë mund të jetë barabartë me këto lajme të mira? Zoti në tokë, njeriu në qiell, e të gjithë u bashkuan bashkë, dhe u bë pajtim midis Zotit dhe natyrës sonë. Vdekja u shkatërrua, parajsa u hap, mallkimi u fshi, mëkati u hoq nga rruga, gabimi u dëbua, e vërteta u kthye, fjala e perëndishmërisë u mboll kudo dhe lulëzoi në rritjen e saj. Shoqëria e qiellit u transferua në tokë, ose më saktë, gjërat në tokë u lidhen me ato në qiell." Të dashur vëllezër dhe motra, duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë, e të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur, se tashmë Perëndia banon ndër ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap dhe ta bashkëndaj këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke ndarë atë me të tjerët, drita mund të mbahet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të errësohet dhe përfundimisht do të zhduket. Tani më shumë se kurrë, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme, duke kthyer në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë e errësirë. Vetëm prania e Tij mund të ndriçojë zemrat dhe shpirtrat tanë dhe mund të japë jetës sonë dritë e gëzim. Ai është drita në errësirën tonë dhe mësimi i Tij, thot psalmisti, është një llamp për udhëtimin tonë në këtë jetë. Për të festuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive të përjetojmë më thellë shenjtërinë dhe madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë nga çdo ligësi, e duke mbushur atë me dashuri dhe përulësi ndaj të gjithë njerëzve, sidomos ndaj atyre që janë në nevojë, në varfëri, në sëmundje, në dëshpërim dhe në vetmi. Vetë Zoti identifikon veten e Tij me njerëzit në nevojë duke na thënë: "Sepse pata uri e më dha të ha, pata eti e më dha të pi, i hua isha e më morët brenda, i zhveshur e më veshët, u sëmura dhe erdhët të më shihni, isha në burg dhe erdhët tek unë. Me të vërtet po ju them juve, gjithë sa i bët njerit për këtyre vëllezërve të mi të vegjël, ma keni bërë mua." Vetëm duke bërë këto, Krishtlindja do të ketë një kuptim të vërtetë, dhe gjithçka tek ne do të ndriçohet nga fjala e bërë mish. Gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet. Dhe me urimin e kryepeshkopit Joan kemi mbyllur këtë ditari informativ lajmesh edhe nga RTV Gjirokastra. Ju urojmë gëzuar Krishtlindje të bashkë. Mirupafshim.